Sa herë koha na ndryshon edhe kur ne kemi nevojë të bëjmë një udhëtim në fundjavë apo për të qenë të sigurt sa i takon rrugëtimit për në punë apo gjithkund tjetër, shohim celularin. Herë na jep të saktë, por shumicën e rasteve nuk na jep kur ashtu sikur se duhet dhe sikur se është. Prandaj unë sot kam kënaqësi që të kem Rezardën për këtë gjë, për të diskutuar pikërisht mbi ndryshimet e fundit të çmendura të modit, po i them kështu. Kënaqësi të të kem. Si ja. Përshëndetje Ermal, faleminderit. Më kisha marrë malli të të kisha në intervistë. Edhe mua më kishte marrë malli për ato mëngjeset tona, për ato intervistat tona që kemi punuar bashk. Por ja ku jemi sërish, mendoj që njerëzit që kanë vullnetin e punës dhe që kanë një lloj synimi dhe ambicie në jetë i bashkojnë gjithmonë njëllë. Është shumë e vërtet. Shumë e vërtet dhe duhet edhe një shkak moti. Çfarë po ndodh? Pse kemi mbërritur në këtë pikur edhe në Mars, thamë erdhi dita e verës, tani tak rikthehen sërish rreshet e borës. Po, është e vërtet. Në fakt, unë tashmë nuk jam më pjesë e medias, por punoj në një institucion të rëndësishëm që lidhet me motin dhe sigurisht unë nuk i le Okej, vazhdoj, Po. Dhe sigurisht unë nuk heq dorë nga parashikimi i motit dhe çdo ditë kur para se dal nga shtëpia do ta shoh si çfarë ndodh dhe çfarë na pret. Në fakt e kisha parashikuar që muaji mars do të ishte me temperatura të larta në të gjithë në vendin tonë, por edhe në Europën dhe kryesisht Europa Verilinore. Ka përjetuar temperaturat e larta dhe marsi pati të shtunë e kaluar 30 gradë, u regjistruar në Kosovë, në Peshkopi, në Kukës, kryeqytet, dhe menjëherë pas 48 orësh rikthehet dimri, ku na vjen ky një masë ftohtë dhe përfshiu gjithë juglindjen me borë, veriun dhe juglindjen dhe pati dhe erën e temperaturave ku dita e sotme, nga që edhe ditën më të ftohtë të marsit, kur e regjistruar -7 në veri të vendit, -1, -2 në zonat e ulta, Gjirokastër, Berat, por edhe kryeqyteti 3 gradë, po jam e sigurt që termometrat ka ndonjë malgabim për shkak të faktoreve të jashtëm siç ndodh jo vetëm në kryeqytetin tonë, por në gjithë kryeqytetet e botës. Nëse shohim këtë lloj ulje temperature të konsiderueshme në fakt, presim që të jetë në vijimësi shumë e gjatë, pra si parashikohet. Pra do zgjasin. Atëherë ky ftohtë i rus që tashmë ka përfshirë një pjesë të mjet Europës Verilinore, Shqipërinë, por edhe një pjesë të Italisë, do të na zgjas të paktën deri nesër. Do ndjejmë të ftohtin sot, nesër, edhe e premte do të jetë mëngjeset e ftohta, këto zonat malore për shkak të borës që tashmë prezente do të ketë ngrica dhe bryg, por menjëherë pra kemi, e thatë shumë bukur pakon pak në marsin e çmendur, por ndodhin anomalitë, kemi diskutuar edhe shumë herë pas here, mes dheu, kato, kapriçët e veta dhe ndryshimi i stinës në stinë ndodhin gjithmonë fenomene të tilla ekstreme, siç po ndodhin në këtë mars. Dhe menjëherë në fundjavë do të rikthehet masa e ngrohtë mesdhetare, por nuk do të kemi këtë dielli që na shkëlqen. Do rikthehen vranësirat, pak rreshje do të ketë në pjesën e ulësirës perëndimore në Bregdet, por më tepër do dominohet nga një mod gri dhe menjëherë temperatura do t'i kalojë mbi 20 gradë. Pra, patëm kemi këtë marsin me brenda një 10 ditëve me shumë ndryshime, si në fenomene dhe në temperatura. Dhe do t'jetë nga e hëna, pastaj pritet kemi një ciklon. Një ciklon që do të thotë, po një ciklon mesdhetar do të ketë erë të fortë, rreshje shiu intensive, e hëna e marta, kur era do të jetë fort në Bregdet, në brigjet e Durrësit, pasi kjo masa e nxehtë duke u ndeshur me masën më të ftohtë do të shkaktojë të ciklonin dhe priten të ketë rreshje intensive. Të mbyllet marsi me rreshje thuajse në të gjithë vendin, pasi mund të themi, dhe kjo është evidente, që ka qenë një dimër i ngrohtë, me pak fenomene, me pak rreshje shiu dhe pak rreshje bore, jo vetëm në vendin tonë, por edhe Europa ka përjetuar këtë dimër që s'mund ta quajmë dimër. Po sigurisht, sepse pati një luhatje, le të themi kështu edhe të madhe të kohës. Sa i takon rreshjeve të dendura të shiut, mund të sjellë deri në përmbytje, pra le të themi mund të jetë me intensitet të lartë? Por në zona të caktuara, pasi ka një periudhë të gjatë që nuk ka patur rreshje dhe dita e marta dhe mërkura, e marta kryesisht në Vlora, Durrësi, kryeqyteti do të jenë të vrrueshme dhe pastaj mund të shkaktohet në zona të caktuara, këto që janë qytete që janë në nivelin 0, nivel të detit, dhe mund të shkaktojnë për shkak të këtij cikloni, por do të jetë era problematike dhe një erë fortë dhe me temperatura të larta. Pastaj më pas ditët e fundit të marsit, rreshjet do të humbasin intensitet, por do të mbetet i paqëndrueshëm. Duhet të theksoj edhe një tjetër fakt, janë gjithmonë të dhënat stinore të grumbulluara nga qendra rajonale e Londrës, nga zyra meteorologjike, edhe muajin prill e parashikojmë të jetë me temperatura të larta, pra do të jetë nxehtë, mund ta quajmë,
por ka një lajm të mirë që unë. Okej. Më në fund, Më në fund, shumë afat gjatë, por janë gjithmonë të dhënat me statistika të klimatologjisë të zonës të zyrës meteorologjike, që muaj maj, qershor dhe koriku nuk do të jetë të nxehta. Do të largohet ky nxehti që tashmë është vërtet një anomali që i nxehti ka përfshirë deri Skandinavinë dhe do të jetë dhe muaj prill, pra me temperaturat të larta +1, +2 gradë dhe gjithë pjesën e Europës lindore, ndërsa fundi pranverës, maj dhe në qershori koriku na del, gjithmonë ka një margë gabimi, por nuk gabojnë, nuk do të kemi këtë verë në nxehtë përvoluese. Të shohim çfarë do ndodhi. Ndërkohë, unë këtë kisha si pyetje të radhës, por ma dol që paksa. Domethënë nuk do shkojmë në atë përvëlimin, po themi çdo situatave shumë të larta. Të paktën kanë dalë të dhëna sinore për se theksova, qershori dhe koriku nuk do të kemi aktiv shumë të nxehtin afrikan, anticiklonin afrikan. Shpresoj që të rikthehet ky anticikloni azoreve, i cili na ka munguar të paktën në këto 10-20 vitet, pasi para 30 vjetësh jemi vogël, por verat nuk kanë qenë kaq të nxehta, sepse ka qenë në rol anticikloni azoreve, i cili është në Atlantik dhe ky sill verë të freskët dhe temperaturat në Shqipëri të paktën nuk i kalonte 32, kur kalonte 33 gradë ishte gjë e rrallë. Tashmë ne kemi mbi 40 gradë thuajse i gjithë vendi. Dhe parashikohet që këtë vit ta kemi më të tërhequr anticiklonin afrikan, i cili sjell vapën përvoluese dhe temperatura mbi 40 gradë. Por të gjitha do të mbeten për tu rikonfirmuar, pasi gjithmonë këto modele stinore kanë një margë më të lartë gabimi. Por tendencën e kanë korrekte, mund të themi. Kur jemi bashkë në Athens, kemi shansin dhe mundësinë e mirë që nuk jemi në limitet të kohës, sikurse jemi në ato sekondat që bien kur jemi në ekran, po. Do të pyes gjithashtu edhe për ndryshimet klimatike. Besoj dhe ato kanë luajnë një rol të rëndësishëm. Ndoshta edhe pakujdesia e njeriu, dhe kur drejtohemi njeriu, flas në rang global, se nuk është se për shumë indikim një apo dy persona, por që gjithsecili nga ne mund të kontribuojë në një farë forme. Është shumë e vërtet. Po, është shumë e vërtet që tashmë në këto 10 vjeçarët, 20 vjeçarët e fundit po flitet shumë për ngrohjen globale. Dhe sigurisht që njeriu është e studiuar, ka ndikuar në ndryshimin e klimës, por mbetet sërish të paktën nga zyrat meteorologjike të Europës që janë lider, është një proces klimatik. Ne nuk e dim çfarë ka ndodhur para 300 vjetësh, nëse kanë qenë këto kushte. Por sigurisht që njeriu, planeti Tokë, jemi mbi 8 miliard tashmë, me gjithë teknologjinë, me gjitha gjërat që ne tashmë dim çka ka ndodhur, ka ndërhyrë dhe ka ndikim te ngrohja, tek ndryshimet klimatike, te ngrohja globale, që tashmë po ndihet dhe kemi shumë afër, pasi kemi në të paktën në to 4-5 vitet e fundit nuk po përjetojmë më borë dhe temperatura shumë të ulta me ngrica dhe me akull. Por e theksoj, njeriu ka ndërhyrë, ka prishur rregullat planet, ciklin planet Tokë, sepse kur Toka krijua dhe u bë me kushte të favorshme për njeriu, ka qenë shumë pak para 2 vjetësh, kanë qenë shumë pak gjallëhesa dhe ishin në ekuilibra planet Tokë, oqean Tokë. Tashmë ato janë prishur prej 100 vjetësh, që në kohën në Londër, para 1900, kur filloi industrializimi, dhe që aty filloi gongu të binte për ngrohjen globale, për ndryshimet që i dha njeriu. Çka do të vini më pas? Po, dhe sigurisht më shumë, dhe sigurisht vendet më të fuqishme, ato janë dhe vendet që ndothin më shumë ambientin. Dhe gjithmonë ato janë vendet dhe një fakt tjetër, Shtetet e Bashkuara ishin ato që e prishën marrëveshjen e Parisit, që është bërë sepse nuk i intereson. Sigurisht sepse ato janë vendet më të fuqishme, ato fitojnë më shumë para. Por unë theksoj, pra bie jam të paktën mendimin tim dhe besoj dhe shumë të tjerë studiues, gjeograf, fizikant, meteorolog, është dhe një proces klimatik. Tashmë është një proces klimatik dhe si duket ne ndodhemi, Toka ndodhet në këtë proces. Do të jetë në çdo vit pak dhe nuk e di se do të zgjas ky çdo vit do të kemi dimra më të butë dhe vera më të nxehta. Dhe duket se do të migrojmë drejt veriut të Europës. Dhe shpresojmë që mos të bëhet shkret të tjerë gjithë, nëse të Uroj. Ditë e largët, kjo dhe qoftë sa më e largët. Nuk do të mund ta mbyll dot pa të pyetur në raport me televizionin. Të mungon televizioni, si e ke raportin tani, do më je drejtuar në një tjetër objektiv? Unë punova për shumë vite në televizion, por më mungon televizioni kur punonim bashkë, normal. Nuk e them, nuk ta bëj qefin. Nuk ta bëj qefin. Sigurisht televizioni është shumë i bukur, është shumë kënaqësi e puna finale,
ku ne dalim aty, por për momentin nuk jam penduar, jam e kënaqur, besoj që kam lënë një gjurmë dhe sigurisht televizioni e realizova, besoj, e dhash kontributin tim, e realizova një cikël dhe vjen një moment që duhet i themi stop disa gjërave. E kupton vetë, e ndjen vetë. Është proces, është një proces edhe ky. Dhe shpresoj tani jam sigurisht në profesionin tim, por në një tjetër linjë, në një tjetër stad, ku vërtet është një institucion shumë i rëndësishëm dhe një punë shumë e rëndësishëm kur ajo ka të bëjë me sigurinë e personelit që fluturon. Do nisësh në sallutin ti. Atë unë jam ajo që kontrolloj meteorologun, e ka dhënë saktë dhënat pilotit që ti të fluturosh sa më komod. Të lutem mos gabon ndonjëherë në këto vite të gjata eksperiencë nuk e gabuar ndonjëherë, po sidomos atë gabimin ajror mos e bësh kurrë. Faleminderit shumë. Kam një kërkesë të fundit, se jo se ti nuk do të jesh më në media dhe nuk do të vijë rasti që të flasësh më, po do doja shumë për ndjekësit tanë të përbashkët që kemi patur në program, edhe për ndjekësit e Atime, si ti drejtohesh kamerës tani, ndoshta me një mesazh. Ndoshta mirë njohje, falenderimi për gjithçka ose për shëndetje, se di. Ndoshta sepse i kemi shumë të rregullt edhe strikt. Faleminderit shumë normal. Në fakt e vërtet ja kam një borxh sepse edhe tani më shkruajnë shumë në rrjetet sociale, por nuk kam mundësi, nuk si ndjek shumë që t'i shkruaj. Unë vërtet ju falenderoj shumë dhe sigurisht që më kërkoni, keni patur besimin tek mua dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe unë jam munduar, e kam përcjell me shumë naturalitet, me shumë përgjegjësi, sidomos kur për ju më keni ndjekur çdo ditë dhe unë ju falenderoj shumë, po ku ta dish asnjë nuk i thon kur mos thoj kur. Ku ta dish? Mund të kthejmë në televizion normalit. Se jo, do ishte shumë kënaqësi. Unë falenderoj. Të falenderoj shumë Rezela, gjithmonë e thjeshtë dhe mbi të gjitha profesioniste. Faleminderit Ermal, të uroj suksese në profesionin tënd që e bën me shumë pasion, dhe në të gjithë punët e tua, gjithmonë në linjën e gazetarisë, të kërkimit lajmit, dhe gjithmonë t'jesh i pari në lajm, se kjo është. Kjo është mision. Faleminderit shumë. Faleminderit.